Be seated. Mund uleni. Yes. Zoti Mishetić, faleminderit. Dërguam një email sot para dite për dëshmitarin e javës tjetër. Sa më shpejt më vendosni, aq më mirë do të ishte. Gjykatës mikrofoni ishte i fikur. And the court officer called the case. Sekretare e seancës paraqisni lëndën, lutem. Faleminderit, kjo është lënda KSCBC 2006, prokurori specializuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Oops, I pushed the wrong number. All the accused. Të gjithë të akuzuarit janë pranishëm në sallën e gjyqit. Do të fillojmë tani me dëshminë e dëshmitarit të mbrojtjes me numër 1D009. Uroj që të zgjasë zëri deri në fund seancës. Ka disa aspekte në fakt që dua të trajtoj përpara se sillim dëshmitarin në sallë. Grupi gjykues mban parasysh emaili që ka dërguar mbrojtja e zotit Thaçi për planifikimin e dëshmitarit 007 të hënën në 7 nëntor 2025, ku ka kërkuar që të fillojë në mesditë në orën 12 edhe të shtyhet konferenca për ecurinë e çështjes dhe përpas përfundimit të dëshmisë së dëshmitarit në fjalë. Ka ndonjë kundërshtim nga palët dhe pjesëmarrësit lidhur me dëshmitarin dhe me konferencën për ecurinë e çështjes? Mbrojtja? Ndonjë për mbrojtjes ka kundërshtim? Jo, në rregull. Zoti Loz, ju? Zoti Loz, jo, nuk kam asgjë. Duke mbajtur parasysh parashtrimet e parë të pjesëmarrësve të grupit gjykues, atëherë për 7 kalendarin për javën tjetër si në vijim. Dëshmitari 007 do të fillojë dëshminë të hënën në 17 nëntor 2025 në orën 12 të mesditës. Pasi të përfundojë dëshminë, dëshmitari 007 do të bëhet një konferencë për ecurinë e çështjes të mërkurën më 19 nëntor 2025. Gjithashtu, trupi gjykues liron ditën në sallën e gjyqit që ishte parashikuar për 21 nëntor 2025. The panel will further. Trupi gjykues më tej do të lëshoj 4 urdhra me gojë. Së pari, mbrojtja e Thaçit ka kërkuar leje kundër përgjigjet para shtrimit F0352, që është përgjigjja e ZPS-s, ndaj kërkesës së dytë të mbrojtjes së Thaçit për pranimin e dokumentave përmes provave jo gojore. Trupi gjykues kujton se në urdhrin për shikimin e afateve për dorëzimin e mocioneve për mocione jo gojore, pra përkatësisht është urdhri F03535, kishte vendosur që nuk do pranoheshin kundër përgjigje. Sidoqoftë, trupi gjykues mban parasysh se mbrojtja e Thaçit kërkon që të lejohet kundër përgjigje dhe është për një çështje thjesht diskrete që ka të bëjë vetëm me 2 prova materiale të propozuara. Më tej, trupi gjykues mban parasysh se ZPS-ja nuk ka kundërshtim për kërkesën e mbrojtjes së Thaçit për të kundërpërgjigjur, duke mbajtur parasysh fushveprimin e kufizuar të kërkesës së mbrojtjes së Thaçit për të kundërpërgjigjur, edhe natyrën e provave materiale të propozuara që janë në fjalë, atëherë trupi gjykues gjykon që është e nevojshme që të lejoj parashtrimet për këto 2 prova materiale. Rrjedhimisht lejon mbrojtjen e Thaçit të bëjë parashtrime të shkurtra në kundërpërgjigjen e vet. Zoti Mishetić, mund të bëni parashtrimet nëse dëshironi. Mishetić, më falni, a mund ta bëjmë pas pushimit tjetër, sepse nuk kam pasur shans të rishikoj. Gjykatës, në rregull, pa problem. Urdhri i dytë me gojë. Më 20 janar 2025, trupi gjykues pranoi si prova gjyqësore deklaratat e dëshmitarëve të prokurorisë 0213 dhe i dha numrin P01968. Gjatë seancës, ZPS-ja bëri me dije se do të përgatisë një version të redaktuar të deklaratës në fjalë. ZPS-ja nxori versionin redaktuar publik të kësaj deklarate në paketën e materialeve 1592. Më 14 shkurt 2025, ZPS-ja
dorëzoj materialin 01620 101 Red PRV dhe përkthimin përkatës për të pranuar si provë gjyqësore dhe kërkoj që të merrni numrat përkatës P01-968.1 dhe P01-968.1 dhe viz poshtë atë. A mund të konfirmoni se nuk keni kundërshtime ekipet e mbrojtjes? Council. Mbrojtësi i viktimave? ZPS-ja? Pasi dëgjuan palët dhe pjesëmarrësit, trupi gjykues pranon si provë gjyqësore versionin redaktuar publik të materialit P01-968 të përkthimin përkatës dhe urdhëron që t'i bashkëngjiten provës P01-968 përkatësisht me prapashtesën pik 1 dhe prapashtesën pik 1 viz poshtë atë. Me kaq, mbyll urdhrin e dytë me gojë. Urdhri i tretë. Më 14 shkurt 2025, ZPS-ja kërkoi që materialet P01-969, 01-972, 975, 976, 01-978 dhe 01-910 më falni dhe përkthime përkatëse të riklasifikohen si publike. A ka kundërshtime? Mbrojtja, mbrojtësi i viktimave? SPO. ZPS-ja? Pasi dëgjuan palët e pjesëmarrësit, trupi gjykues riklasifikon materialet e sipërcituara dhe përkthimet e tyre si materiale publike. Me kaq, mbyll urdhrin e tretë me gojë. Urdhri i katërt me gojë. Më 14 shkurt 2025, ZPS-ja informoi trupin gjykues se provat materiale të mbrojtjes së Thatshit 1D00230 dhe 1D00233 mund të riklasifikohen si publike. A mund të konfirmojmë se nuk ka kundërshtime? Mishetic nuk kemi kundërshtime. Ekipet e mbrojtjes nuk kanë kundërshtime? Po të tjerët, atëherë nuk ka kundërshtime, pasi dëgjuan palët dhe pjesëmarrësit, trupi gjykues riklasifikon materialin 1D00230 dhe 1D00233 bashkë me përkthimet përkatëse si materiale publike. Me kaq, mbyll urdhrin e katërt me gojë. Sekretarja e seancës kishte një korrigjim për të bërë? Sekretarja, faleminderit. Dje, në faqet SPOE 000, 58041 dhe SPOE 000, 58153 deri në 8155 nga dokumenti SPOE 000-58041 që përfundon më pas me 445 u dorëzua nga ZPS-ja për pranim dhe faqet përkatëse me numër SPOE 000-58337 dhe 58338 të dorëzuara nga mbrojtja e Thatshit u pranua dhe morën numrin P04507, por ky numër prove i është dhënë një materiali tjetër më 2 tetor më falni 2025 dhe përkatësisht është dhënë dokumentit me erën në 052 690 052841. Pra, ne propozojmë që dokumenti që ka marrë numrin P04507 më 2 tetor të mbaj numrin që është caktuar fillimisht, ndërsa faqeve që u pranuan dje t'u jepet një numër i ri, përkatësisht është numri P04508. Faleminderit. Ka kundërshtime? Mishetic që nuk kemi kundërshtime. Prokuroria nuk kemi kundërshtime, LOS nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi Metro kishte një pyetje. Gjykatësi Metro. Mishetic, kam një pyetje për ju. Tani që miratuam kërkesën tuaj për ndryshimin e kalendarit për javën tjetër, kur mendoni se do ta çoni shënimin përgatitor të dëshmitarit? Pra nëse ka ndonjë shënim përgatitor,
të mos prisni deri në momentin e fundit, të na e dërgoni që ta lexojmë. Dhe na e dërgoni sa më shpejt jetë e mundshme. Mishet sa i takon këtyre 4 ditëve duhet keni parasysh që është e vështirë me ka dëshmitar që të kemi kohën e nevojshme për t'u lexuar deklaratat e tyre. Seanca përgatitore është parashikuar për të premten. Unë mund t'ju them që do respektoj afatin për 24 orësh, por nuk mund t'ju premtoj që do dërgojmë përpara. Gjykatësi, çfarë keni të premten? Mishet kemi seancë përgatitore me dëshmitarin dhe keni edhe parasysh që kemi një diferencë kohore për 7 orësh, që do thotë ne do fillojmë punën të premten në mbrëmje me këtë dëshmitar. Gjykatësi, po interesoni se mund ta përshpejtoni. Mishet i kemi bërë disa përpjekje, edhe e vetmja kohë që kishte në dispozicion dëshmitari është kjo që sapo ju thash. Good morning. Mirëdita dëshmitar. A më dëgjoni? Përgjigje po ju më dëgjoni mua? Gjykatësi po, kam kufjet. Sekretare e seancës do japi tekstin e betimit solem, të cilin do ta citoni në përputhje me rregullorin e gjykatës. Si lutem lexoni me të lartë tekstin që keni përpara. I ndërgjegjshëm për rëndësinë e dëshmisime dhe përgjegjësinë time ligjore, deklaroj solemnisht se do të them të vërtetën, krejt të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të mbaj të fshet asgjë për të cilën kam ndjeni. Gjykatësi, faleminderit, tani mund të uleni. Dëshmitar, sot do fillojmë me dëshmin tuaj, që mendohet se do të zgjas për afërsisht 2 ditë. Sikur se e dini, fillimisht do t'ju bëj pyetje mbrojtja e thatësit, më pas mund të kem pyetje ekipet e tjera të mbrojtjes, pasi të përfundoj mbrojtja, do t'ju bëj pyetje prokuroria, si dhe gjykatësit e trupit gjykues mund të kem pyetje për ju. Mbrojtja e thatë që ka parashikuar 2 orë e gjysmë për pyetjet e veta, ekipet e tjera së bashku ka kërkuar 1 orë për t'i bërë pyetje. Prokuroria ka kërkuar po ashtu 2 orë e gjysmë. Sa u takon parashikimeve kohore, ju lutem palëve të jenë të kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës. Trupi gjykues mund të lejojë pyetje shtesë nëse përmbushen kushtet përkatëse. Dëshmitar, përgjigjuni qartë me fjali të shkurtra, nëse nuk kuptoni një pyetje, lirisht kërkoni që të përsëritet pyetja, ose thoni që nuk e kuptoni në mënyrë që ta sqarojmë. Gjithashtu, mos harroni të thoni bazën e njohurisë suaj për faktet dhe rrethanat për të cilat ju bëjmë pyetje. Në qoftë se prokuroria ju kërkon të flisni për korrigjimet që keni bërë në deklaratat tuaja, duhet të thoni për proces verbal që deklaratat me shkrim, bashkë me korrigjimet përkatëse, pasqyrojnë saktësisht dëshminë tuaj. Gjithashtu, flisni pranë mikrofonit e prisni 5 sekonda përpara se të përgjigjeni. Si dhe ju lutem flisni ngadalë për përkthyesit që po na ndjekin. Gjatë ditëve që do të jepni dëshmi në sallën e gjyqit, nuk duhet të diskutoni me askënd për mbajtjen e dëshmisë suaj jashtë sallës së gjyqit. Nëse dikush jashtë gjykatës ju bën pyetje për dëshminë tuaj,
Ju lutem na e thoni me një herë. Ju lutem ndërprisni fjalën nëse ua kërkoj unë dhe gjithashtu nëse shihni që ngre dorën ndërprisni po ashtu fjalën. Sepse kjo do të thotë që unë do të jap një udhëzim. Në çdo moment që keni nevojë për pushime, na thoni ose ngrini dorën dhe do të bëjmë organizimin për katës. Gjithashtu, në orën 3 do të bëjmë një pushim shumë të shkurtër, vetëm 10 minuta pushim. Edhe do ta përfundojmë ditën. Nëse do kemi një ditë më të gjatë, do bëjmë një pushim tjetër, megjithatë nuk presim që të ndodhë. Jeni gati që të vazhdoni? Dëshmitari, po jam gati. Do të fillojmë me zonjën Tavakoli, e cila do t'ju bëj pyetje në emër të ekipit të Thatch. Good afternoon, Mr. Durkee. Mirëdita, zoti Durkee, jemi takuar më herët, unë quhem Nina Tavakoli dhe përfaqësoj zotin Hashim Thaçi. Ju lutem, a mund të thoni për proces verbal emrin tuaj? Përgjigje. Michael Morrow dhe... Pyetje, datëlindja. Përgjigje. 16 gusht 1939. Po komësia juaj? Përgjigje. Shëbas. A keni dhënë deklarat për mbrojtjen e Thatchit që e keni nënshkruar më 27 tetor 2023? Përgjigje po. I lutem sekretarisë të nxjerrë në ekran materialin DHT W039 deri në DHT 11742. Sorry. Mr. Durkee, Zoti Durkee, a i njihni dokumentin që shihni në ekran? Përgjigje po. Pyetje, çfarë është? Përgjigje. Është deklarata që kam përgatitur dhe dorëzuar për mbrojtjen në 2023. Pyetje. Shkoj në faqen e fundit, në fundin e faqes. A është ky nënshkrimi juaj në fund të faqes? Përgjigje po. Pyetje. A keni pasur mundësi ta rishikoni dokumentin përpara sa nënshkruani? Përgjigje po. Pyetje. A keni pasur po ashtu mundësi ta rishikoni edhe një herë javën e kaluar? Përgjigje po. Pyetje. A jeni takuar me mua dhe kolegët e mi 2 herë javën e fundit përmes videolidhjes? Përgjigje po. Pyetje. Në këtë takime, a u është dhënë mundësia të bëni korrigjime dhe sqarime në deklaratën tuaj? Përgjigje po. Pyetje. A ju kujtohet që këto sqarime dhe korrigjimet i hodhëm në një shënim të cilin më pas u lexuam ju? Përgjigje po. Pyetje. Shënim përgatitor në vijim të takimit që kemi pasur së bashku është në numër DHT 12570 deri në DHT 12573. Duke marrë parasysh këto korrigjime dhe sqarime që na dha javën e kaluar dhe që i hodhëm në këtë shënim, informacioni që i keni dhënë në këtë deklarat për mbrojtjen e Thatchit, a është i saktë dhe i vërtet me aq sa besoni dhe mendoni ju? Përgjigje po. Pyetje. Duke mbajtur parasysh edhe korrigjimet dhe sqarimet në këtë shënim, informacioni që keni dhënë ju në deklaratën tuaj si dëshmitar, a pasqyron saktësisht atë që do të thonit edhe sot në sallën e gjyqit nëse t'ju bënin të njëjtat pyetje? Pra, të njëjtat pyetje që ju kemi bërë kur keni dhënë deklaratën si dëshmitar? Përgjigje po. Tavakoli, kërkojmë pranimin e deklaratës së dëshmitarit DHT 11739 deri në DHT 11742. Që është pranuar fillimisht nga trupi gjykues në mënyrë të përkohshme në vendimin F03452. Kërkojmë pashtu pranimin e shënimit përgatitor numër 1 me numër DHT 12570, DHT 12573 për pranim. Gjykatësi ka kundërshtime? Prokurori s'kemi kundërshtime. Ndonjë tjetër ka kundërshtime? Në rregull, materiali DHT 12570, DHT 12573 dhe shënimi përgatitor pranohen.
Sekretarja e seancës, faleminderit, dokumenti do të marrë numrin e provës materiale 1200427 dhe klasifikimi është konfidencial. Gjykatësi, po materiali i dytë çfarë ishte? Tabakoli ishte deklarata. Gjykatësi në rregull. E humba fare fillim. It's just a statement. Tabakoli, tani sa po pranuam shënim përgatitor. Tani flasim për deklaratë, kërkojmë pranim deklaratës. Gjykatësi, humba pak numrat. Ju lutem ma jepni edhe një herë, ju lutem numrin. Tabakoli. Po, bëhet fjalë për deklaratën që ka numrin DHT 11739 DHT 11742. Gjykatësi në rregull. DHT 11739 11743 Tabakoli 42. Në rregull, 42 pranohet. Sekretarja e seancës, deklarata do të marrë numrin e provës 1200428 dhe klasifikimi është konfidencial. Vazhdoni. Tabakoli. Në 10 nëntor 2025, mbrojtja tha që dorëzoi me email një përmbledhje të këtij dëshmitari që është pranuar sipas rregullës 154. Nuk morëm asnjë kundërshtim për përmbledhjen, kështu që me lejen tuaj do ta lexoj me zë. Durkee is Michael Durkee është një oficer shërbimeve të huaja amerikane që tashmë është në pension, e cili ka qenë këshilltar politik për 4 komandant të lartë të NATO-s në Evropë, nga 1993 deri në 2009, përfshirë fakti që ka qenë këshilltar i generalit Clark, Wesley Clark. Në 1999, Michael Durkee kishte si përgjegjësi të jepte këshilla generalit Wesley Clark edhe oficerëve të lartë të NATO-s. Edhe shërbeu si oficer ndërlidhës për SACEUR dhe ambasadarët e NATO-s si dhe me terrenin në Kosovë, me aktorë të terren në Kosovë. Në kuadër të përgjegjësive të tij, zoti Durkee ka marrë pjesë në një takim mes generalit Clark dhe delegacionit të shqiptar të Kosovës në Rambuje, ku ka komunikuar me zotin Hashim Thaçi. Generali Clark dhe Michael Durkee krijuan përshtypjen se udhëheqësit e UÇK-s donin pavarësinë e Kosovës, por nuk kishin një strategji të qartë ushtarake, nuk kishin mundësi të realizonin këtë qëllim. Zoti Durkee po ashtu do të jap komentet e veta lidhur me dhunën pas luftës që glabëroi Kosovën në verën e 1999-s. Sipas tij, ka qenë një reagim social i shtirë, gjithandej që nuk mund ta kontrollonte as KFOR-i as UÇK-ja. Nuk ishte e koordinuar nga lart, po ishte një reagim spontan i motivuar nga dëshira për shpagim, hakmarrje dhe gjakmarrje. Udhëheqja e UÇK-s nuk kishte në gjendje të kontrollonte dhunën, pjesërisht sepse emocionet e personave që ishin larguar ishin kaq të forta sa që ishte vështirë të kontrollojë, por edhe për faktin se UÇK-ja nuk kishte një linjë komanduese të fortë. Sipas zotit Durkee, zoti tha që nuk kishte asnjë motiv të nxiste dhunën nga ana e UÇK-s, por bëri çdo përpjekje të mundshme për të zvogëluar rastet, për të zbutur rastet e dhunës. Sepse nëse të urdhëroheshin akte dhune, sidomos dhune etnike, kjo rrezikonte marrëdhënien me ndërkombëtarët, të cilën zoti Thaçi kërkonte që ta realizonte, pra që të kishte një marrëdhënie të mirë me ata. Zoti Durkee, dua të filloj me disa pyetje për karrierën tuaj dhe përvojën profesionale. Sa vite keni keni punuar në shërbimin e huajt amerikan? Përgjigje, nga 1967 deri në fund të 1999-s. Pyetje, faleminderit. Në paragrafin 3, Can I just clarify? do sqarojmë diçka, ju lutem. Ju thatë deri në fund të 1999-s?
Përgjigje, jo, në 1998, desha të thoja. Pyetje, dhe keni dalë në pension në 31 dhjetor të 1998, apo jo? Përgjigje, po. Në paragrafin 3, ju thoni. Thoni që keni filluar punën në 1967, keni punuar në poste të ndryshme diplomatike, kryesisht në Evropë dhe Amerikën Jugore. A mund të na jepni një ide se çfarë postesh keni pasur në këtë periudhë kohore shkurtimisht? Përgjigje. Kryesisht kam qenë oficer politik në ambasadat jashtë vendit dhe kam punuar në Departamentin e Shtetit në Washington. Si oficer politik për shërbimet e huaja, je përgjegjës kryesisht për mbledhjen e informacionit politik, bën analiza politike dhe vlerësime dhe rekomandime për nivelet e larta. Pyetje, faleminderit. Në cilat shtete keni shërbyer në këtë periudhë? Përgjigje, në Ekuador, në Norvegji, në Zvicër. Kam qenë oficer për Spanjën në fakt në kohën e regjimit të Francos, pas rënies së Francos, në Kanada dhe më pas në Washington. Dhe në Washington kam mbyllur dhe karrierën time. Pyetje, kur jeni promovuar në shërbimin e huaj? Kur jeni ngritur në detyrë? Përgjigje, fillimisht jam ngritur në detyrë kur po shërbeja në Helsinki, në Finland në 1984. Pyetje, pasi u ngritur në detyrë dhe u bët oficer i lartë i shërbimeve të huaja, çfarë posti mbajtët? Përgjigje, kjo ka ndodhur kur kam qenë në fakt zëvendës shefi i misionit në Helsinki në Finland. Dhe më pas kam qenë një nga ndihmësit e lartë të ndihmës sekretarëve të departamentit të shtetit, dhe më pas kam qenë këshilltar politik për komandën e marinës që ishte me bazë në Londër. Më pas u caktova këshilltar politik i SAKR. Pra, nga 93-shi deri në 98 kam qenë këshilltar politik për drejtuesit e lartë politik. Were those military leaders all American? Këta udhëheqës ushtarë që keni këshilluar ju kanë qenë të gjithë amerikanë dëshmitarë? Përgjigje, po. Pyetja. Ju keni dalë në pension nga shërbimi i huaj i Shteteve të Bashkuara më 31 dhjetor 1998 me gradën këshilltar ministër. A mund të shpjegoni çfarë është kjo gradë? Përgjigje, nuk dua që të futem shumë në detaje me strukturën e gradave. Megjithatë, më duhet të them që ky është niveli i dytë më i lartë në nivelin e karrierës në shërbimin e huaj. Pyetje, po niveli më i lartë kush është? Përgjigje, niveli më i lartë është ai i ministrit. Pyetje, 1999 nuk ka qenë fundi i karrierës tuaj diplomatike apo jo, dëshmitar? Përgjigje, jo. Pyetje, ju në paragrafin 4 të deklaratës tonë që jeni punësuar nga SHAPE në mënyrë të drejtë për drejtë, pra nga NATO-ja, nga data 1 janar 1999 derisa keni dalë përfundimisht në pension vitin 2004. A është kështu? Përgjigje, po. Pyetje, po, dhe më pas keni vazhduar të jepni këshillat tuaja si këshilltar i lartë, jo me pagesë SAKR-it në vitin 2008, apo jo? Përgjigje, po. Pyetje, në paragrafin 4 ju thoni që jeni kthyer në Departamentin e Shtetit Amerikan si zëvendës i dërguar i posaçëm për pjesën e lindjes së mesme për çështjet e sigurisë nga viti 2008 deri në prill të 2009. A është e saktë kjo? Përgjigje, po. Pyetje, a është posti i fundit diplomatik që keni mbajtur ju, dëshmitar?
Ky që sapo përmendëm. Përgjigje po. Pyetje. Tani do flasim për përvojën profesionale në Ballkan. Në paragrafin 5 të deklaratës ju thoni që keni punuar në Bosnjë me admiralin Leighton Smith dhe roli ka qenë si komandant i misionit të IFOR-it. Na shpjegoni çfarë roli ka qenë ky? Përgjigje, si me shumë oficerë të tjerë amerikanë që kanë shërbyer në poste të NATO-s, admirali Leighton ka pasur rol të dyfish, domethënë ka qenë komandant i lartë i Shteteve të Bashkuara, domethënë komandant i forcave të marinës në Evropë i Shteteve të Bashkuara, gjithashtu ka qenë komandant i NATO-s si komandant i forcave të aleancës në selin e NATO-s në Itali, në Napoli. Unë kam pasur postën e punës në Londër dhe ndërkohë zyra e NATO-s kishte dy seli, domethënë kishte një në Napoli që e thashë më përpara në Itali dhe një tjetër ishte një tjetër shtet. Unë, pra në Londër në këtë rast, unë kam punuar me dy shtabet në Londër dhe në Napoli në mënyrë të tillë që unë të jepja kontributin tim për sa i takon detyrave që kishin të bënin me marrëveshjen e Daytonit. Pyetje, kur ka ndodhur kjo? Përgjigje, në Londër kam qenë në periudhën 93-94 deri në 95. Ndërkohë që marrëveshja e Daytonit e 1995-s kërkonte shumë para përgatitje ushtarake, sepse ishte hera e parë kur NATO-ja do të merrte përsipër një mision përtej territorit të shteteve të NATO-s. Pyetje, a keni shkuar ndonjëherë në Bosnjë gjatë rolit tuaj në atë kohë, gjatë punës që keni kryer në atë kohë? Përgjigje, mund të them që admirali Smith ka jetuar në Sarajevo dhe kam vizituar një herë. Por në verën e vitit 1995 jam ricaktuar për të punuar për Shejpin. Pyetje, faleminderit. Ju jeni thirrur këtu për të dhënë dëshmi lidhur me Kosovën. Tani, dua t'ju bëj pyetjen nëse keni ndonjë përvojë profesionale që ka të bëjë me vendet e Ballkanit. Përgjigje. Si pjesë e partneritetit për paqe që është krijuar në vitin 1993 dhe si ish shtete të Paktit të Varshavës, ne filluam që të shikonim mundësinë e aplikimit ose kërkesës për anëtarësim për NATO dhe në Shejp ne filluam që të shikonim mundësitë edhe çfarë duhej që të bënin këto shtete në mënyrë të tillë që të bënin kërkesë të më pas eventualisht të bëheshin anëtar të NATO-s. Kështu që në këtë kontekst ne kemi vizituar vende të ndryshme të Ballkanit, përfshirë Bullgarinë, ndërmjet vende të tjera, por edhe shtete të tjera të cilat po shkëputeshin gradualisht nga ish Jugosllavia, përfshirë këtu Sloveninë dhe Kroacinë. Pyetje, keni marrë shumë çmime dhe dekorata gjatë karrierës tuaj. Disa prej tyre janë të dhëna në hollësi në paragrafin 6 të deklaratës që keni dhënë. A ju është dhënë ndonjë çmim ose në ndonjë dekorat për punën në Kosovë? Përgjigje, medalja që më ka dhënë NATO-ja ka të bëjë me kontributin që më kanë dhënë për ish Jugosllavinë, mbi bazën e ndihmës që më kanë dhënë për Sakërin dhe shtabin. Pyetje, a mund të thoni kur ju është dhënë ky çmim mirënjohjeje? A i kujtohet kur ka qenë? Përgjigje, generali Clark më ka dhënë si çmim, nuk më kujtohet vitit tavan, po besoj diku ka qenë tek 1997. Pyetje, a mund t'i tregoni trupit gjykues se çfarë arsimimi keni? Do të thënë çfarë diplomash keni? Përgjigje, unë kam diplomë universitare në sociologji, po ashtu kam një diplomë master. Kam studiuar gjithashtu edhe për Fulbrightin në Universitetin e Oslos dhe kam punuar për sociologjinë politike, kam punuar së bashku me një profesor amerikan. Kam studiuar gjithashtu edhe në Harvard për një vit, në atë çfarë më pas u bë shkolla e Kennedyt dhe gjithashtu kam një diplomë ekonomik që e kam marrë në vitin 1967 dhe në të njëjtin vit po ashtu jam bërë pjesëtar i shërbimit të huaj të Shteteve të Bashkuara. Pyetje, dua që të sqaroj diçka, se thatë që çmimin për Kosovën e keni marrë në 97-ën. Është e saktë kjo apo e thatë gabim? Përgjigje jo, nuk mund të jetë 97-a.
Përpara se të ishte larguar, para se largohej generali Clark, besoj do të qenë nga fundi i vitit 1999 ose fillimi i vitit 2000, ju kërkoj ndjes. Pyetja nuk ka problem. Përpara se sa të bëheshit antar shërbim të huaj të Shteteve të Bashkuara, ju keni shërbyer për shërbimin ushtarak të Shteteve të Bashkuara apo jo? Përgjigje po. Pyetje, në paragrafin 2 ju thoni që keni shërbyer si shef i togës dhe më pas keni qenë si asistent i oficerit të operacioneve për batalionin dhe në fund fare keni qenë oficer inteligjent nivel asistenti. A mund të na thoni çfarë mësimesh keni nxjerrë ju nga përvoja që keni pasur me ushtrinë amerikane? Përgjigje. Mendoj që mësimi më i madh që kam mësuar është që ushtria amerikane është një makineri shumë e madhe që funksionon në nivele të ndryshme dhe që ka funksione dhe objektiva të ndryshme. Për ilustrim, për shembull, si udhëheqës i togës, unë kam pasur përgjegjësi që të udhëzoja 40 veta për operacione së përshtrime të ndryshme që duhet që të ndërmerrnin. Do me thënë, pikpamja ime ose detyrat që kam pasur kanë qenë në hierarki nga lart poshtë. Kur u mora pozicionin në batalion si S3, pra oficer operacionesh, kam qenë më shumë i përfshirë tek pjesa e planifikimit të operacioneve të mundshme ose stërvitjet, veprimtarit të cilat kishin të bënin me këto lloj kompanish ose togash. Do me thënë, unë në karrierën time kam marrë një ide të mirë se si funksiononte ushtria, kam punuar gjithashtu dhe kam parë marrëdhënien që krijohej nga brigada, çfarë marrëdhënie kishin brigadat me batalionet, me kompani deri në nivelin e divizioneve. Dhe mënyra se si funksiononte pjesa e raportimit, e hierarkisë, ose si funksiononte pjesa e strukturës dhe komandës brenda ushtrisë. Pyetje, faleminderit. Në paragrafët 1 dhe 5 të deklaratës tuaj, ju thoni që në periudhën nga 93 deri në 2009 ju keni qenë kryetar politik i 6 komandantëve të shtabeve dhe gjithashtu keni dhënë kontributin tuaj si këshilltar politik i komandantëve të aleancës së lartë të NATO-s në Evropë. A është saktë kjo? Përgjigje po. Pyetje, sipas përvojës tuaja profesionale, a besoni që e kuptoni drejt se si funksionon pjesa ushtarake dhe cilët janë konceptet ushtarake? Përgjigje besoj se po. Pyetje. Tani do flasim lidhur me rolin tuaj në Shape, që është seria në Europë e fuqive të aleancës në vitin 1999 dhe ku ju keni qenë këshilltar i generalit Clark. Na shpjegoni lutem çfarë është Shape? Ky është një akronim, na shpjegoni për çfarë, cili është forma e plotë e Shape-it dhe çfarë përfaqëson ky si institucion. Përgjigje, Shape është një lloj njësie e veçantë dhe më duhet të them që në historinë ushtarake, domethënë është një strukturë e veçantë. Përkthyesit i lutem forcoj që të flasim më ngadalë. Powers Europe. Atëherë, në përgjigje të pyetjes tuaj, kjo është një strukturë komande supreme ushtarake në NATO. Janë selit, domethënë është selia supreme e forcave të aleatëve në Evropë. Pra Shape në vetvete ishte mishërimi i gatishmërisë së kombeve të NATO-s për të përfshirë forcat e tyre për mbrojtje e përbashkët. Shape në vetvete përbëhet nga disa shtresa. Në fillim fare është Shape dhe pastaj kemi komandat e varësisë në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara. Pra ka seri shumë komshe me stafe shumë komshe, që do të thotë që kemi oficerë të NATO-ve, të vendeve anëtare të NATO-s, të cilët funksionojnë në vende të ndryshme. Dhe në këtë mënyrë, aleanca e NATO-s pasurohet nga përvoja dhe nga informacioni që është në dispozicion duke marrë parasysh këtu shumatorin e gjithë komponenteve të ndryshëm të NATO-s dhe të vendeve përkatëse. Atëherë, në këtë mënyrë bëhet më
e prekshme puna, sepse shkëmbet më shumë informacion, shkëmbet më shumë bashkëpunimi dhe kolegët dhe njësitë e ndryshme të shteteve anëtare të NATO-s japin kontributin e tyre për arritjen e objektivave të përbashkët. Pyetja. Në vitin 1999, sa shtete anëtare kishte NATO-ja aso koha? Ju kujtohet apo jo? Përgjigje. Më kapët gafil. Mendoj që kemi qenë diku 15 në atë kohë. Ose jo, nuk besoj që është shifra e duhur kjo. Se në 1997-ën filluam, domethënë ishte u bën antar edhe Polonia, Hungaria, mbas edhe Estonia. Ju kërkoj ndjes. Nuk e di. Siç e thash, më kapët mat. Pyetja, besoj që kanë qenë 19. Do pajtohesh me mua lidhur me këtë? Përgjigje, besoj që e din më mirë se unë, se nuk kem shumë i mirë me numrat. Pyetja, si ishin të organizuar zyrat? Shkurtimisht. Përgjigje, ishte një përzierje e zyrtarëve ndërkombëtar dhe oficerëve amerikanë të natyrës ushtarake dhe civile. Do me thënë, në përgjithësi, unë kisha një staf prej 14 vetëve. Pyete, kur thua kisha një staf prej 14 vetëve, çfarë do të thotë kjo? Përgjigje, unë isha shefi dhe kisha 14 veta në mbarsinë time. Pyetje, faleminderit. Përgjigje, unë isha oficer i çështjeve ndërkombëtare. Duhet t'ja shpjegoj në terminologjinë e NATO-s që bëhej fjalë për këshilltar të çështjeve ndërkombëtare dhe jo për këshilltar politik siç kishte qenë më herët. Se para pëlqej më tepër që unë të quhesha këshilltar për çështje ndërkombëtare dhe jo këshilltar politik siç kishte qenë rasti kur unë kisha punuar për SAKR-in. Pra, me fjalë të tjera, unë isha këshilltar i lartë për generalin Clark, ndërkohë që kisha edhe persona të tjerë që ishin pjesë e stafit tim që kishin ndonjëherë kontakte drejt për drejtë me generalin Clark për aspekte specifike, si për shembull John Duncan ose oficeri Steve Congan që ishte përgjegjës për ndërlidhjen dhe menaxhimin e ditëpërditshëm të delegacionit rus. Dhe që ishte përfshirë në stafin më të përgjithshëm atë shepit për qëllime të zbatimit të marrëveshjes së Daytonit në Bosnjë. Do me thënë, këto ishin disa prej detyrave të mia të ditëpërditshme. Pyetje, faleminderit. Do të kthejmë prapë çështjes së stafit tuaj më pas, por për momentin duhet t'ju pyes lidhur me rolin konkret që keni pasur në vitin 1999 si këshilltar politik për Komandën Suprem të Aleancës në Evropë. Çfarë përgjithsisht keni pasur në atë kohë dëshmitar? Përgjigje, unë kam qenë përgjithsisht për të siguruar që generali Clark të ishte plotësisht informuar dhe të bënte vlerësimet e nevojshme lidhur me zhvillimet politike në të gjithë rajonin që kishin ndikim mbi realizimin e misionit të tij ushtarak. Këtu përfshiheshin për shembull dhe marrëdhëniet e vazhdueshme me ushtrinë ruse për cilën ne ishim përgjegjës. Po ashtu pjesë e rolit kishte të bënte me ndihmën e vazhdueshme për anëtarët të ri të NATO-s dhe të punhonim me kombet aspiruese që dëshirojnë që të bëheshin anëtar të NATO-s. Për shembull, vendet të ish-paktit të Varshavës. Po ashtu, ishte detyra jone që të punonin bashkërisht për ato kombe të cilat dëshirojnë që të merrin pjesë në Bosnjë dhe më pas në Kosovë. Në një pikë në shep ne kishim 52 kombe të ndryshme të cilat merrin pjesë në një operacion ose një tjetër. Dhe ata të gjithë kishin nevojë për udhëzime, domethënë se si mund punonin në midis shumë kombësh. Dhe së fundi ishte vlerësimi i vazhdueshëm lidhur me atë se çfarë do të ndodhte në operacionet të rënd si në Bosnjë fillimisht, po më pas edhe në Kosovë. Pyetje, kur thoni vlerësimi i vazhdueshëm, për çfarë keni fjalën kur i referoheni Kosovës dëshmitar? Përgjigje.
ne shihnim se si evoluonte mjedisi operacional. Do më thënë, merrnin parasysh përpjekjet e vazhdueshme të presidentit Slobodan Milošević dhe forcat e tij për të shtypur rezistencën shqiptare, po ashtu shikonim edhe ndikimin dhe fuqit ndërmjet shqiptarëve të Kosovës në atë kohë dhe mundoheshim që të mendonim se si do të menaxhonim këtë situatë në mënyrë të tillë që operacionet e NATO-s dhe të vetëve jo NATO të mund të ishin sa më mirë strukturuara kur ato përfshin me KFOR-in. Pyetja, pse ishte rëndësishme për SACEUR-in që të këshillohej lidhur me këto tema? Përgjigje. Çdo komandant ushtarak duhet që të ketë një ide, të ketë një vlerësim të mirë të mjedisit të përgjithshëm ku kryhen operacionet ushtarake që drejtohen prej tij. Sepse në fund të fundit, ky person do ndikohet dhe do udhëzohet nga aktorë politik që shkojnë përtej sferës së ndikimit të tij. Pra, që mund të jenë qeveritë e të tjera, të kombeve përbërëse, do të thënë ka shumë elemente të tjerë të cilët formësojnë mjedisin në cilin do duhet që të kryej veprimtaritë e veta një komandant i caktuar. Pyetje. Ku mbështeteshit ju për t'ia dhënë këtë ndihmë SACEUR-it? Përgjigje. Sikur se e thashtë më herët, SHAPE është një makineri e shkëlqyer, ka shtresëzime të ndryshme, ka aktorë shumë kombësh, ka qeveri kombëtare, ka antarë të NATO-s, por ka gjithashtu edhe shtete partnere të qeverive kombëtare. Dhe është një vend ku mblidhen së bashku informacione të shumta, përfshirë këtu informacione që vijnë nga shtabet e NATO-s, por ka gjithashtu edhe rrugë informacione që lidhen me komandat e varura. Për shembull, në rastin e Kosovës, kur generali Jackson krijoi selinë e vet atje, kishte fluks të përditshëm informacione, do të thënë merr me dhimbje informacion, mund të merrni raporte të përditshme, të drejtë për drejta, ndoshta të rrethorta nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë që për momentin që ai u vendos atje. Mbase duhet që shtohet diçka tjetër, që përpara kësaj kohe, misioni i verifikimit të OSBE-s bënte raporte të rregullta për Kosovën. Pyetja, ti kemi edhe një rol i shteteve anëtare. Am I right to understand there? A kam kuptuar drejt se kishte fluks informacione nga shtetet anëtare të NATO, si për shembull Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Irlanda, besoj drejt SACEUR-it. Ishte kështu? Domethënë drejt zyrës tuaj, në drejtim të zyrës tuaj. Përgjigje. Tek stafi i SHAPE-it dhe pastaj në zyrën time, sepse bëj një lloj filtrimi. Jo në kuptimin e bllokimit të informacionit, por në kuptimin e vlerësimit të informacionit që na jepej. Pyetje, në kontekstin e Kosovës për shembull, a keni marrë vlerësime ushtarake dhe politike lidhur me atë çfarë ndodhte në terren Kosovë nga gjitha shtetet anëtare të NATO-s? Përgjigje po. Të gjitha shtetet anëtare që i kishin burimet e nevojshme që mund kontribuonin me këtë informacion, sepse disa kombe të NATO-s nuk kishin zyra ose persona të rinj që mund ta bënin këtë gjë. Megjithatë, për shtetet që ishin aktivisht të përfshira, apo sigurisht që merrin informacion. Sigurisht, për shembull, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe shtetet e tjera e jepnin, e përcjellnin këtë informacion. Pyetje. Këtë informacion ju e merrni parasysh kur e këshillonit në SACEUR-in? Përgjigje. Kjo do ishte pjesa më e madhe e bazës së informacionit që ne përdornim për vlerësim dhe që më pas ia përcjellin generali Clark. Pyetje, NATO-ja a kishte agjencinë e vet inteligjencës apo mbështetej nga agjencitë e inteligjencës së shteteve anëtare? Përgjigje, në SHAPE kishte një komponent të inteligjencës. Kishte një komponent të inteligjencës dhe në shtabin e NATO-s, shtabin zyrën kryesor të NATO-s. Por në asnjë rast nuk ishte agent që funksiononi në terren.
por më tepër ishin në kapacitetin ose në pozicionin e marrjes së informacionit që jepeshin nga burimet kombëtare ose nga selit kombëtare të NATO-s. Pyetje, do me thënë, prezumoj që në qoftë se disa prej këtyre shteteve të NATO-s kishin agjentë në terren, ju i merrit informacion nga ato agjentë të tyre në terren. Kështu apo jo, dëshmitar? Do të thënë, nëse thash diçka që nuk i përgjigjeni dot, ose nëse se kuptoni pyetjen, nuk ta thoni. Përgjigje, po më mundohem që të gjej një mënyrë më të përgjithshme për të përgjigjur pyetjes që më bët. Si pjesë e stafit tim në atë kohë, unë kam pasur një përfaqësues gjerman dhe një përfaqësues britanik. Do të thënë, ky i Gjermanisë ishte përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Në rolin e tyre, përmes kanaleve kombëtare që merrin informacion, këto informacione jo domosdoshmërisht mbërrinin në NATO ose në Shqip, por për shkak të marrëdhënies së punës që kishim ne dhe për shkak të angazhimit që të merrnim informacione më të madhe dhe të bënim shëllimin më të saktë për SACEUR-in, ata e ndanin ca prej atij informacione që kishin, ashtu siç ndaj edhe unë informacione që merrja nga kanalet amerikane, që mendoja që ishin të rëndësishme për misionin e SACEUR-it. Po, por nuk mund të them që merrja gjithë informacionin që kishin shtetet anëtare ose që ishin disponueshme në kanalet kombëtare. Kishte edhe anëtar të tjerë të NATO-s që her pas here na japin informacion dhe vlerësim që ata i kishin marrë prej burimeve të tyre kombëtare, por kjo ndarje informacione bëhej më tepër ad hoc, pra në mënyrë të rastësishme, jo të vazhdueshme. Pyetje, dua që të kalojmë së bashku disa burime të tjera. A mbështeteshit ju në takimet që bëheshin në misionet e NATO-s për të krijuar këshillimat tuaj ose për të krijuar një ide për sa i takon këshillave që i jepnet generalit Clark? Përgjigje, unë merrja pjesë në mënyrë të rregullt në takimet e Komitetit Politik të NATO-s, që ishte një vend ku jepeshin dhe diskutoheshin tema të cilat ishin më vlerë për momentin dhe i raportoi generalit Clark për natyrën e diskutimeve, gjithashtu edhe për këshillat që jepeshin për ambasadorët. Pyetje, a keni pasur një rrjet tuaj personal kontaktesh ju në terren në Kosovë apo jo? Përgjigje, jam përpjekur shumë që ta krijoja këtë rrjet personal, po ishte shumë e vështirë që të krijohej një rrjet i fortë i burimeve të rregullta. Pyetje, në momentin kur ju e mblidhni të gjithë informacion, ju këshilloni SACEUR-in. Kështu ndodhte? Kjo ishte rrjeta? Përgjigje po. Smith, zonja Tavakoli, informacioni është shumë interesant, por nuk shoh se kanë një rëndësi shumë të madhe. Mbase do ishte mirë që të kalon tek pyetjet që kanë të bëjnë me dëshminë tuaj. Tavakoli, më duhet edhe 5 minuta, në fakt, derisa të futemi në temë. Gjykatësi kemi edhe 45 minuta që të dëgjojmë. Tavakoli, për çfarë përdorët SACEUR këtë informacion? Përgjigje, generali Clark thithte informacion të shumtë në mënyrë të tillë që të vendoste vetë lidhur me përparësitë dhe lidhur me këshillet që jepte për NATO-n. Dhe siç e dini, Këshilli i Atlantikut Verior bëhej nga ambasadorë të shteteve anëtare dhe nga sekretari i përgjithshëm. Fillimisht në Bosnjë dhe më pas në fushatat ajrore në Kosovë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s mori përsipër më shumë kompetencë të drejt për drejt, për sa i takon, nuk kishte parë domethënë asnjëherë një kompetencë e tillë drejt për drejt që kishte të bënte me operacionet ushtarake. Kështu që marrëdhënia e generalit Clark me Javier Solana nuk bë në fakt një marrëdhënie shumë e rëndësishme dhe që rezultoi në veprimet të cilat u morën më pas. Pyetja e fundit përpara se sa të bëjmë pushimin, ka të bëjë me John Duncan, se ju përmendni që John Duncan ka punuar me juve. A ka pasur një ekspertizë të spikatur, zoti John Duncan? Përgjigje, për shkak të përshme, John Duncan është konsideruar si eksperti ynë i brendshëm për gjëra që kishin ose temat që kishin bënë me shqiptarët e Kosovës.
shqiptarët e Kosovës dhe qytetarët e Shqipërisë për shkak të natyrës së njohurive që kishte ai. Përgjigje, a përfshihej këtu edhe UÇK-ja dhe qeveria e përkohshme e Kosovës? Përgjigje po. Pyetje, a ju raportonte në mënyrë drejt për drejt ai juve? Përgjigje, ai ishte pjesë e ekipit tim, por për këto çështje të caktuara ai kishte kontakt drejt me gjeneralin Clark. Pyetje, në rregull. Tani dua ta lëm tek takimi që kemi pasur me zotin Thaçi në vitin 1999. Ta kalojmë që të bëjmë pushim tani apo më pas? Gjykatës Smith përdorni kohën që keni deri në orën 3. Pyetje, në paragrafin 12 deklaratës tuaj ju përshkruani faktin që keni shoqëruar gjeneralin Clark në një takim me Hashim Thaçin dhe delegacionin shqiptar në Rambuje në marsës e prill të 99-s. Përgjigje po. Pyetje, do ju tregoj një dokument dhe ju lutem thoni nëse ky dokument është deklarata që keni dhënë ju për ne apo jo. Do i lutesha sekretares që të paraqes në ekran provën 1D00360. If you could have a look at that, please, Mr. Durkee. Lutem hidhni një sy ti dokumenti, zoti Durkee. The meeting that you described. A është ky takimi që përshkruani ju deklaratën tuaj? It seems to be correct. Përgjigje, më duhet të jetë saktë sa i takon natyrës së takimit që është zhvilluar. Për mbajtja e raportit, besoj që është e tillë që është në favor të interesave të shqiptarëve të Kosovës, në mënyrë taktike kështu. Pyetje, a ju kujtohet se ku është mbajtur ky takim? Ktu thuhet që është mbajtur në Mons. Përgjigja, është e vështirë që njerëzit të kuptonin dallimin ndërmjet shtabit të NATO-s dhe Brukselit dhe që është organi politik, domethënë i NATO-s. Domethënë ishte vështirë për ta që të bëjë dallimin midis krahut ushtarak të NATO-s dhe krahut politik të NATO-s. Është një lloj frazeologjie, zhargoni që ne përdornim zakonisht, por kjo është për të treguar që nuk është bërë në shtabin kryesor. Domethënë është përdorur në sakër. Përgjigje, lista e pjesëmarrësve që kanë marrë pjesë në këtë takim është e saktë? Ju lutem shikoni paragrafin e 2 ose të parin. Përgjigje, të gjitha këto emra unë i njoh. Si, domethënë në kuptimin që janë persona të cilët unë i kam parë, i kam takuar vetë. Persona që i kam takuar personalisht ka qenë zoti Thaçi dhe zoti Krasniqi, të tjerët janë thjesht emra të dëgjuar, jo të takuar. Pyetja, ka pasur ndonjë person nga ana e NATO-s? Përgjigje, në takimet të kësaj natyre, generali Clark zakonisht shoqëroi nga një ose dy persona ose më tepër persona që ishin ndihmës ushtarak, që ishin me gradën kolonel, që ishin oficer ushtarak me përvojë, që mund të ishin shpesh nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga shtete të tjera, dhe këta përgjithsisht ishin persona që mbanin shënime. Unë punoja me këta persona pas takimeve të tilla, në mënyrë të tillë që të bëja një lloj vlerësimi për sakërin, në mënyrë që të transmetohej rëndësia dhe mesazhet kryesore të këtyre takimeve. Pyetje, ju në paragrafin 12 deklaratës, ju thoni që qëllimi i takimit ishte që pjesërisht generali Clark dëshironte të kuptonte më mirë synimet politike të UÇK-s dhe kapacitetet ushtarake në rast se do të urdhërojë të kryhej një operacion ushtarak. Pse ishte e rëndësishme që të kuptoheshin synimet ose objektivat politike të UÇK-s në të kohë dëshmitar? Përgjigje. Si çdo komandant ushtarak që mendon për misionin, që po koncepton misionin, është e rëndësishme për të ditur se cili është mjedisi në terren, në qoftë se jepet urdhër që të vijojë me operacion ushtarak. Domethënë nuk mund të kryesh ti operacionin ushtarak pa u përgatitur dhe pa ditur se kush do jenë aktorët kryesorë, çfarë aftësish kanë ata, çfarë synimesh, çfarë objektivesh kanë ata, në çfarë mënyrash ata mund të kërcënojnë ose mund të ndihmojnë misionin që mund të jetë në përgatitje sipër. Pyetje, edhe çfarë përfundimi u nxor pas këtij takimi sa i takon synimeve politike të UÇK-s? Përgjigje, mendoj se në atë pikë generali Clark
po mendonte se deri në çfarë mase ato mund bëheshin bashkëpunues të misionit. Pyetje, për kë e keni fjalën? Përgjigje, e kam fjalën për UÇK-n, ose mund të bëheshin ndoshta më thojë armiq të misionit, edhe në këtë rast të duhet të merrnin veprime ndaj tyre. Pra, duhet të dinim në qoftë se do kishim të bënim me partner ose me armiq. Gjykatësi kur tjetër përshtatshëm mund të ndaloni zonë Tavakoli. Çfarë përfundimi nxorët ju lidhur me këtë? Përgjigje, mendoj se në ato pikë ato përbënin, do të thonë që këja përbënte potencial për bashkëpunim, por ishte shumë herë për ta thënë këtë me saktësi. Pyetje, pse mendoni ju që kishin potencial që të ishin bashkëpunëtor? Përgjigje, sepse ishin shumë të gatshëm që të gjenin mënyra që të merrin mbështetjen e NATO-s për fushatën ajrore për të rezistuar shtypjes serbe. Pyetje, si e demonstruan këtë gatishmëri të tyre në ata? Përgjigje, sepse ata vazhdonin të pyesnin në qoftë se ne mund të bombardonim serbët, sepse atë e dinin se çfarë përvojë kishte pasur Bosnia, në cilën NATO e kishte ushtruar kompetencat e veta të kishte bombarduar pra pjesën e serbëve në Bosnjë. Pyetje, faleminderit. Gjykatësit tani mund të bëjmë pushim. Dëshmitarët do bëjmë 10 minuta pushim. Është rregull i përgjithshëm që kemi këtu. Dëshmitari, faleminderit. Gjykatësit do bëjmë pushim për 10 minuta. Sekretari, të gjithë më këmbë.
All rise. Të gjithë në këmbë. Be seated, please. Gjykatësi mund të uleni. We've been asked about what Na pyetën nëse do vazhdonim deri në 4 apo në 4:30 sot. Kjo varet, zonja Tavakola, mendoni se do përfundoni deri në 4:30 sot? Kjo është në fakt koha që keni kërkuar. Tavakola, jo, kam kërkuar 2:30. Filluam 2:30, kështu që 3:20, 4:20, gjykatësi po më thoni që nuk mund të mbaroni. Zonja Tavakoli, ndoshta mund të përfundoj, do të nduan ndoshta 20 minuta më shumë se sa 2:30. Gjykatësi nuk do vazhdoj më tej se orën 5, gjithsesi. Zonja Tavakoli, do të përpiqem, gjykatësi nuk mund të jetë ashtu, ose do përfundoni ose s'do përfundoni. Zonja Tavakoli, nuk e di. Varet se sa të gjata do jem përgjigje, gjykatësi po na lini neva atëherë që të merrem këtë vendim. Tavakoli mund të vazhdoj deri në orën 4:30 dhe shohim se si shkon. Gjykatësi, nëse mund të marrë deri në 4:30 do të ishte në rregull, por duhet të mbaroni. Tavakoli nuk mund të angazhohem të premtoj një gjë të tillë. Gjykatësi, do vazhdojmë deri në 4 atëherë. Faleminderit. Mund të sillni dëshmitarin në sallë. Mr. Durkee, Gjykatësi, zoti Durkee, vazhdojmë me pyetjet që po ju bën zonja Tavakoli. Tavakoli, faleminderit. Po flisnim për takimin kur u takuat me Hashim Thaçin dhe thatë se po përpiqeshit kuptoni cilat ishin synimet dhe aftësitë ushtarake dhe politike të UÇK-s. Cili ishte përfundimi në të cilin dole sa përket aftësive, kapacitetive ushtarake të UÇK-s? Përgjigjen në atë kohë nuk kishim informacion shumë të mirë dhe përrjedhoj nuk mund të bënim një vlerësim të mirë të kapaciteteve të tyre. Nuk e dinim pra se ishin kapacitetet të tyre ushtarake të sakta. E dinim që kishin luftëtarë në terren. Pyetja sa i takon qëllimeve politike të UÇK-s, cilat ishin ato, cili ishte përfundimi në të cilin arritet ju. Përgjigje ishte e qartë që ata ishin të vendosur për pavarësinë nga Serbia. Pyetje, në paragrafin 14 të deklaratës suaj, keni thënë që nuk ishit në gjendje të merrni ndonjë informacion konkret sa u takon në nivelit të forcës UÇK-s, armëve, planeve të dislokimit, bazuar në këtë mendim apo analizë të tyre që ishte e vagullt, generali Clark dhe unë u larguam me ndjenjen se udhëheqësit e UÇK-s donin pavarësinë për Kosovën, por nuk kishin një strategji të qartë ushtarake apo kapacitete të tilla për të arritur atë qëllim. Për çfarë kishit fjalën kur thoni mendimi vagullt i paqartë? Përgjigje sepse nuk na dhanë shumë informacion lidhur me se sa persona, sa luftëtar kishin në terren, ku ishin të vendosur ata, si do përdoreshin, cilat ishin nivelet e furnizimit që kishin, pra do të ishte vështirë që të merrnim të kuptonim ndonjë strategji të qartë pas kësaj. Atë që po përpiqeshin të bënin përveç se angazhimit apo për vendosjes së tyre për të arritur pavarësinë.
Pyetja, a kishit informacion lidhur me këto çështje nga burimet të tjera në atë kohë? Përgjigje, ne po merrim informacion në mënyrën se si UÇK-ja apo furnizohej me armë përmes kufirit me Shqipërinë, mbledhja, grumbullimi i fondeve përmes diasporës së Kosovës në vendet të tjera të Evropës dhe Shtetet e Bashkuara. Pra dinin që ata merrnin mbështetje, por dhe se kjo mbështetje transformohej në zhvillim e kapacitetit ushtarake, por ishte vështirë që të kuptohej sasia dhe cilësia e tyre dhe vendi ku ishin këto pyetje. Gjithashtu në këtë njëjtin paragraf thotë se UÇK-ja nuk ishte strategji ushtarake të qartë apo kapacitetin ushtarak për të arritur qëllimin e tyre. Për çfarë kishit fjalën për këtë? Përgjigje, është vështirë të kuptohej se si mendonin se mund të zmbrapsin dhe të mposhnin forcat e Serbisë me aftësitë me kapacitetet që kishin, duke patur parasysh se qëllimi ishte pavarësia. Pra, a mund të mposhnin forcat serbe vetëm ata? Vështirë për ta thënë këtë, dhe për rrjedhoi strategjia ushtarake, cila ishte strategjia ushtarake që mund të mendoj për të arritur këtë pavarësi. Pyetja, edhe pse donin të mposhnin serbat ushtarake forcë serbe, ata pse donin të mposhnin? Përgjigje, po të mos i mposhnin, atëherë Kosova nuk do të bëhej e pavarur. Pyetje, në shënimin përgatitor në paragrafi 10 keni deklaruar, ju tha se vlerësimi në paragrafit që sapo lexova më sipër ishte mendimi juaj personal, por që nuk ishte mendimi juaj personal, por ishte një mendim që ndalin shumë njerëz në mënyrë të gjerë dhe ishte në përputhje me raportet që ju merrnin nga stafi i shtabit të suprem të aleatëve në Europë dhe burimet e tjera në të kohë. Për çfarë kishit fjalën? Kisha fjalën se vlerësimi kolektiv në SHEP, në Komandën Supreme, në atë kohë, dhe ajo që kuptonim ne që mund të nxjerrnim përmes raportimeve kombëtare ishte se UÇK-ja kishte për qëllim pavarësinë. Nuk duke që kishin në nivelin e forcave apo kapacitetet e tjera apo strategjinë për të arritur atë gjë. Pyetje, dhe ju tha që ky ishte vlerësim kolektiv i përgjithshëm në komandën e NATO-s dhe burimet e tjera. Jeni në gjendje të na thoni kush ishin këto burimet e tjera? Përgjigje, për të folur në përgjithësi, këto ishin raportimet në nivel kombëtar tek të cilat kishim një lloj qasje. Pyetje, tani në këtë takim dhe kjo është në deklaratën tuaj, ju keni bërë komentin lidhur se si e tha që erdhi dhe ju tha që ai nuk veproi si komandant ushtarak apo luftëtar, ai duke më shumë si një figurë politike, i arsyeshëm dhe i gatshëm për të angazhuar, por i qartë që Kosova duhet të bëhej e pavarur. Tani kjo ju çoj juve të arrinit në përfundimin se Hashim tha që duke çfarë ju çoj juve të mendojnë se Hashim tha që duke më shumë si figurë politike se sa komandant ushtarak. Përgjigje, mendoj se kjo ishte bazuar në atë që më kujtohet, lloji bisedës që u zhvillua, foli pothuajse tërësisht për aspiratat politike, më shumë se sa objektivat ushtarak që mund të kishin, dhe në këtë kuptim ai po fliste si udhëheqës politik më shumë se sa komandant ushtarak. Pyetje, gjatë vitit në 1999, a ndryshoi mendimi juaj apo ngeli i njëjti sa i takon fakti që tha që ishte figurë politike më shumë se sa dhe jo figurë ushtarake? Përgjigje, gjatë kalimin e vitit, gjatë atij viti, mendoj që ne u përqendruam kryesisht tërësisht në qëllimet politike të tija dhe aktivitetet politike të tija, sepse natyrisht ai ishte angazhuar në konkurrencën politike për të ardhmen e Kosovës, për një Kosovë të pavarur, dhe aty kishte njerëz të tjerë nga diaspora dhe në Kosovë, të cilët aspironin të merrnin role të njëjta. Pra ishte një konkurrencë politike aktive edhe në mes të përpjekjeve të tyre për t'ju regjistruar serbëve. Pyetje, kush ishin këta konkurruesit e tjerë? Përgjigje, kryesisht zoti Rugova në LDK, por kishte edhe faksione të tjera që u krijuan përfshirë ata që u formsuan si parti politike më vonë. Pyetje, faleminderit, tani do të kalojmë tek marrëveshja teknike, ushtarake teknike. Në paragrafin 9 të deklaratës, që është korrigjuar në paragrafin tjetër të shenjtë përgatitor, ju përshkruani se si generali Clark ju dërgoi juve në Kosovë si përfaqësues të tij në negociatat për marrëveshjen tekniko-ushtarake. Sakt, përgjigje saktë. Tani, me pak fjalë, cili ishte qëllimi i këtij dokumenti, kësaj marrëveshje?
përgjigje komandanti, një komandant si generali Clark që kur merrte me komandant vartës të tij, siç ishte generali Jackson, ishte tregonte respekt për rolin dhe përgjegjësitë e komandantit që ishte vartës. Pra generali Clark kuptoi se ai nuk mund të ishte pjesëmarrës i drejt për drejt në ato bisedime, në ato negociata që po zhvilloheshin midis generalit Jackson dhe përfaqësuesve serbe. Pyetje për çfarë po bëshin këto negociata, cila ishte përgjigje kërkoi ndjes, cili ishte qëllimi? Qëllimi ishte tërheqja e forcave serbe nga Serbia, kërkoi ndjes nga Kosova dhe përrjedhoi, kishte mision me ndikim të drejt për drejt në atë që për generalin Jackson. Generali Jackson ishte ngarkuar për ta përgjigjës për të përgatitur këto dhe generali Clark kishte interes të madhor në mënyrën se si do të zhvilloheshin këto, për çfarë do të bie dakord, do të bëhej marrëveshje, por nuk ka luajtur rol të drejt për drejt në të pyetje dhe ju shkuat atje si përfaqësues i tij. Është saktë përgjigje, po, për të qenë syt dhe veshjet e tij dhe nëse do të ishte nevojshme dhe zëri i tij. Pyetje dhe cili ishte roli juaj? Kishte më shumë se kaq. Përgjigje më kujtohet vetëm 2 herë kur generali Jackson dhe unë patëm biseda të ndara lidhur me mënyrën se si po shkonin gjërat dhe çfarë duhet se si të vendosej baza për një mision ushtarak të suksesshëm. Një pjesë e saj kishte të bëjë me fjalët, termat e marrëveshjes, termat e tërheqjes përdoreshin për tërheqjen e forcave ushtarake serbe. Me fjalë të tjera, kush ishin forcat ushtarake serbe që duhet të tërhiqeshin. Këto ishin tema sepse forcat serbe në Kosovë ishin jo vetëm ushtria jugoslave e rregullt, forcat serbe, forcat ushtarake, por edhe forcat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe MUP-it dhe disa forcat e tjera jo ushtarake që janë përdorur. Pyetje, dhe është saktë apo jo se marrëveshja teknike ushtarake teknike krijoi një afat kohor kalendar për tërheqjen e forcave serbe. Përgjigje po. Dhe autoroqen forcat serbe, përgjigje po. Duke respektuar kalendarin, përgjigje po. Forcat serbe të organizuara. Pyetje, në cilin moment NATO-ja e konsideroi luftën midis UÇK-s dhe Serbisë si të përfunduar, pra kur kishte përfunduar? Përgjigje, kur forcat serbe të organizuara u tërhoqen nga Kosova. Ata nuk ishin më armik apo kundërshtar dhe përrjedhoi nuk ishte më konflikt. Dhe data, pyetje, dhe cila ishte data? Përgjigje, në marrëveshjen tekniko-ushtarake ishte caktuar data, mendoj në fund të qershorit. Pyetje, a mendoj që ka qenë data 20 qershor? Pajtoheni me këtë? Përgjigje, duket e saktë. Gjykatësi me të zënë Tavakoli, për cilin konflikt po flisni? Konfliktin ndërkombëtar midis NATO-s dhe forcave jugoslave, po pyesni ju apo po ndonjë konflikt tjetër jo ndërkombëtar? Tavakoli të dyja në fakt i ndëruar gjykatësi metron. Në atë rast duhet ta saktësoni dhe sepse ky fundi konflikti jo ndërkombëtar është çështje për këtë trup gjykues për të cilën do të vendoset Tavakoli. Kur mendoj se bora këtë pyetje, në cilë moment e ka konsideruar NATO-ja luftën midis UÇK-s dhe Serbisë të përfunduar? Kjo ishte pyetja ime, pra pyetja ime në 15:28 ora. Që t'jemi qartë, ju i thatë gjykatës se ju konsideruat se NATO-ja mendoi se lufta midis UÇK-s dhe Serbisë ishte përfunduar. Pra, cila ishte lufta, marrëveshja tekniko-ushtarake, për cilën u bë për të njëjtën luftë apo jo? Përgjigje, marrëveshja tekniko-ushtarake kishte bënë me marrëdhënien midis NATO-s dhe serbëve, qeveria e Serbisë dhe Jugosllavia. Pyetje, cila ishte marrëdhënia midis nënshkrimit të MTA-s, marrëveshjes tekniko-ushtarake dhe përfundimit të luftës midis Serbisë dhe NATO-s dhe përfundimit të luftës midis UÇK-s dhe Serbisë? Konflikti midis UÇK-s dhe forcave serbe kishte të bënte me përdorimin aktiv të forcave serbe brenda Kosovës. Me sa di unë,
UÇK-ja nuk ka bërë asnjë përpjekje të ndërmarrë veprime apo aksione kundër forcave serbe në Serbi, që do thotë përtej kufirit të Kosovës. Pra kur nuk pali mos forca serbe në Kosovë, nuk di se si mund të kishte më konflikte më të ishën pra pas largimit të këtyre forcave. Pyetje, faleminderit. A mund të shpasim tani në ekran dokumentin DHT 12201 deri në DHT 12205. And if we can start. Dhe tani çose mund të fillojmë në këtë faqe, po. A mund ta shikoni këtë dokument, ju lutem, zoti Dërki? Mund të lexoni faqen e parë dhe pastaj do kalim shpejt në faqet e tjera dhe kthehemi te faqja e parë. Okay. Në rregull? Okay. Në rregull? Ta vakoli mund të kalojmë më shpejt të këtë faqe. Thank you. Okay. To the end. Ta vakoli, faleminderit, dëshmitar, faleminderit, në rregull. Thank you. And if we can go back to the. Faleminderit, tani mund të kthehemi tek faqja e parë. Now, this is. Kjo thotë Gazeta Zyrtare e Republikës Federale të Jugosllavisë, data 25 qershor 1999, vendimi për përfundimin e luftës, gjendja e luftës në Republikën Federale të Jugosllavisë ka përfunduar. Ky vendim hyn në fuqi me 26 qershor 1999, pastaj kemi Kuvendin Federal, Asamblen Federale dhe datën 24 qershor 99. Çfarë është ky dokument, zoti Dërki? Përgjigje, ky duket të jetë procesi formal përmes së cilit qeveria e Jugosllavisë mori vendimin për përfundimin e luftës. Pyetjen, cilën datë tregojnë ata si përfundim të luftës? Përgjigje 26 qershor. Për cilën luftë bëhet fjalë? Nuk përmend aty cilat janë forcat armike, por mendoj dhe supozoj që bëhet fjalë për konfliktin me NATO-n. Dhe pastaj nëse shkoni më poshtë, ju shihni një pjesë të heqjes së disa rregulloreve të ndryshme të gjendjes së luftës, apo pajtoheni me këtë? Dhe kjo është, dhe pastaj kemi pjesën tjetër të dokumentit. Përgjigje, po. Pyetje, faleminderit, avokati do doja ta paraqes këtë dokument për pranim si provë, ju lutem. Zonja prokurorja nuk ka kundërshtime, gjykatësi ka kundërshtime dhe avokati dorëzojmë edhe faqet e dokumentit në versionin origjinal në serbisht. Gjykatësi më lejon përfundojmë të parin fillimisht, të avokati në rregull, gjykatësi DHT 12201 deri në DHT 12205 pranohet, diçka tjetër që kërkoni të pranohet, avokati kemi edhe versionin origjinal në serb, që është DHT 1274, DHT 12190, DHT 12191. Yeah. Sorry, I didn't understand. The Serbian is a. Nuk e kisha kuptuar, kërkojnë ndjes në serbisht, është dokument më i madh, ka më shumë faqe dhe po dorëzojmë thjesht 4 faqe këto 4 faqe që përmenda nga ai dokument. Gjykatësi mikrofoni i shpikur.
gjykatësi i kam shënuar më parë. Dëhet 1201 deri në 1205 është pranuar. Gjykatësi, Tavakoli faleminderit, gjykatësi ja mund të më jepni tani 4 numrat e tjerë. Tavakoli është përkthimi anglisht i dokumentit, gjykatësi në rregull, Tavakoli, dhe janë ne po dorëzojmë, paraqesim për pranimin e prova edhe versionin dokumentin origjinal që është në serbisht. Gjykatësi mikrofoni fikur përveç versionit shqip dhe serbisht. Tavakoli po ju lutem 4 faqe që janë relevante nga përkthimi serbisht. Gjykatësi në rregull. Atëherë kemi këta e kam shënuar të parin. DHT 1274, 2190, 12191 dhe 12195. Tavakoli, po faleminderit i nderuar gjykatës. Gjykatësi në rregull. Sekretarja përkthimi në serbisht dhe 4 faqet përkatëse në serbisht dhe do marrin numrin e provës materiale 120042 klasifikimi është publik. Tavakoli, faleminderit zoti Duncan. Tani duhet kaloj në Kosovën e pas luftës. Në paragrafin 15 të deklaratës suaj, ju thoni se pas largimit të forcave serbe të Kosovës, ju patet mundësi të plota dhe të lira të vërenit dhe të realitetit në terren në Kosovë. A patet bët vizit në Kosovë pas luftës në verën në 99-ës dhe nëse po sa herë përgjigje kam bërë këtë, kam qenë rreth 4 herë. Me kë keni qenë atje përgjigje, 2 herë kam qenë me generalin Clark, dhe 2 herë të tjera kam shkuar vetëm. Gjykatësi, sa kohë keni qëndruar gjatë atyre udhëtimeve atje, dëshmitari kërkoi ndjesë, nuk kuptova. Gjykatësi, keni nejt 2 ditë, pjesë atyre 2 ditëve me generalin Clark, pra kur udhëtuat në darë, mund keni qenë gjatë 2-3 ditë ose ndoshta edhe 4 ditë gjykatësi, pra deri në 6-7 ditë në tërësi, gjykatësi në tërësi, dëshmitari në tërësi, po, gjykatësi mikrofoni fikur, Tavakoli, faleminderit. Pyetje, kur udhëtuat me generalin Clark, ndryshe nga udhëtimet që keni bërë vetëm, pra, cili ishte dallimi mes këtyre? Përgjigje, në pjesërisht sepse me atë ishin me generalin Clark bëshin mbledhje takime me generalin Jackson dhe komandantin e KFOR-it dhe shtafin e mjekut Bernard Kushner. Pyetje, më fal që po ju ndërpres një sekondë, është kur ishit vetëm apo me generalin Clark? Kërkoj ndjesë se mendova që më pyetet kur isha me generalin Clark. Pyetja ime ishte më gjatë. Ka të bëjë në fakt me ta heqim atë kur keni shkuar me generalin Clark, vazhdoni të rregoni. Siç e thash, ne kur isha me generalin Clark, bënim takime me përfaqësues ndërkombëtar të nivelit të lartë në Kosovë, përfshirë generalin Clark, Bernard Kushner, gjithashtu kishim takime edhe me njerëz në Kosovë për të dëgjuar pikpamjet e ndryshme lidhur me atë që po ndodhte, përfshirë edhe një herë që më kujtohet me zotin Rugova, i cili ishte kthyer në Kosovë në një moment të caktuar dhe ne po përpiqeshim të kuptonim njerëzit, që mendonin njerëzit në terren, çfarë po ndodhte dhe çfarë duhej të bëj. Kur udhëtova në Kosovë, duhet të shtoj që ne kishim avantazhin se kur të udhëtoje me generalin Clark, ne fluturonim me helikopter dhe kishim shoqërues të siguruar për të siguruar pra konvoj kolonë ushtarake për të na siguruar ne aty ku donim të shkojmë. Kur kam shkuar vetëm ka qenë më e vështirë sepse nuk mund ta bëja këtë me një transport të pavarur. Kur keni shkuar në Kosovë, ku shkonit konkretisht? Përgjigje. Fillonim nga Prishtina, mbaj mend që në një nga vizitat generali Clark të shkonte të vizitonte Mitrovicën, sepse Mitrovica duke sigurisht e një zonë e vështirë. Dhe deshëm shkon aty për qëllime ushtarake. Në këtë periudhë kohore ishte e qartë se shumë prej personave që jetonin në atë zonë nuk deshën të pranonin që Kosova ishte pjesë e Serbisë dhe
kishte shumë tensione dhe si pasoj pati shumë akte dhune, pati shumë incidente në Ur, në pjesën ndarëse mes në Mitrovic. Nuk besoj se në atë kohë Gjenerali Clark ka vizituar Trepcën, pjesën e minierës, sepse e dim që një nga shqetësimet do ishte ku cila do të tani baza ekonomike e Kosovës. Pyetje, na thoni ku keni shkuar? Kjo ka rëndësi. Pra, thatë në Prishtinë dhe jashtë Prishtinës. Përgjigje, po përpiqem t'ju tregoj për udhëtimet, kur kemi udhëtuar me helikopter, po kemi udhëtuar edhe me helikopter, edhe me automjete, pra. Dhe kemi pasur mundësinë të shihnim çfarë ndodhte në zonat mes Prishtinës dhe zonave të tjera. Në periudhën në fjalë, pyetje, kur thoni periudha, për cilën periudhë keni fjalën? Përgjigje, para konfliktit, pas konfliktit, kemi parë çfarë ka ndodhur në fshatra dhe në qytete. Pyetje, dëshiroj t'ju tregoj 2 letra nga SACEUR, drejtuar Javier Solanës, por për këtë do duhet të kaloj në seancë private. Gjykat, si kaloj në seancë private?
Your Honours, Sekretaria jemi në seancë publike. earlier Pyetje. Pak më herët thatë se kur ishit në Kosovë, keni marrë informacione nga persona të ndryshëm. Më korrigjoni nëse kam gabim, po mua më thatë që merrët informacione të përditshme prej KFOR-it, nga stafi uniku, nga i takuar me Bernard Kushnën të RSG-s. Po keni pasur kontakte me shqiptarët e Kosovës? Përgjigje po, dhe me shqiptarët e Kosovës. Pyetje, po keni takuar antarë të botës diplomatike? Përgjigje. Jam takuar me diplomatët aso kohë përfshirë të Amerikës. Pyetje, a keni takuar antarë të UÇK-s? Apo të qeverisë së përkohshme të Kosovës? Përgjigje. Unë kam pasur takime edhe veçma si nga generali Clark, me disa nga persona që punojnë në strukturat e TMK-s, si dhe me persona që nuk ishin të përfshirë drejt për së drejti në strukturat qeveritare. Për shembull, jam takuar me gazetar. Pyetje me kë? Përgjigje. Për shembull, jam takuar me Veton Surrojn. Pyetje. A njihni me një shqiptar tjetër Kosovë? A ju kujtohet më falni një shqiptar tjetër i Kosovës që ta keni takuar? Përgjigje, nuk më kujtohen emrat. Unë përpiqesha të takohesha me persona të ndryshëm. Pyetje, jeni takuar me generalin Jackson? Mike Jackson, përgjigje po. Pyetje, sa herë? Përgjigje, sa herë që shkoja, i bëja një telefonat për mirësjellje, nuk doja të mendonte që unë nuk doja ta takoja dhe hyja në territorin e tij pa e njoftuar. Pyetje, këto raportime dhe marrëdhënie pune, a vazhduan gjatë verës së 99-s kur nuk ishit më në shtetin përkatës, në vendin përkatës? Përgjigje, po merrnim raportim të vazhdueshëm nga KFOR-i dhe generali Jackson. Pyetje. Këto raportime vinin nga KFOR-i? Përgjigje. Po, merrnim raportime edhe prej UNMIK-ut edhe misioneve diplomatike që po formoheshin aso kohë në Prishtinë. Pyetje. Këto komunikime që keni pasur ju, a ju ndihmuan ju që të formonit pikpamjet që keni shprehur në deklaratën tuaj sa i takon natyrës së dhunës që gllabëroi Kosovën përfshirë për personë që ishin përgjegjës për këto dhunë dhe pse po ndodhte? Përgjigje po. Pyetje. Pra, këto komunikime që ju kanë ndihmuar ju të formoni pikpamjet tuaja, sikurse i keni shprehur në deklaratën tuaj, ishin akte dhune që nuk organizoheshin nga nivelet e larta, po ishin raste sporadike nga terreni, apo jo? Përgjigje. Ka pasur raste që ekzistojnë dyshime për përfshirjen e udhëheqjes së UÇK-s. Mua nuk më kujtohet të kem parë ndonjë provë konkrete personalisht që këto të kenë qenë akte dhune të drejtuara nga UÇK-ja. Unë çfarë do që gjoja, ja raportoja generalit Clark, por këto ishin më shumë raste sporadike dhune që ndodhnin në bazë. Pyetje. Këto burimet, informacionit, komunikimet që keni pasur me Sir Mike Jackson, Bernard Kushner, a ju ndihmuan po ashtu të formonit pikpamjet tuaja? Përgjigje po. Pyetje. Krahas vizitave personale në Kosovë dhe informacionet që sapo na përshkruat që merrnit për natyrën e akteve të dhunës pas luftës. A keni marrë informacione të tjera aso kohe? Për shembull nga kanale qeveritare, drejtoritë përkatëse të NATO-s për burime të hapura edhe kështu me radhë? Përgjigje, po, kemi marrë raportime nga burime të ndryshme, përfshirë nga OJQ-t, që ishin gjithnjëherë më shumë aktive, përfshirë nga Human Rights Watch, kemi marrë po ashtu nga OSBE-ja, grupet për menaxhimin e krizave. Aso kohë edhe gazetarët perëndimor po udhëtonin më shumë dhe ata po ashtu raportonin. Pyetje, të gjitha këto informacione pra ju ndihmuan të formonit pikpamjet tuaja që i keni shprehur në deklaratë? Përgjigje, kanë qenë pjesë e pikpamjeve, kanë qenë pjesë e informacioneve që formuan pikpamjen time, pikpamjet e mia. Tabakolisht ora 4, nëse dëshironi që të përfundojmë tani? Gjykatësi? Për sot përfunduam, do të kthehemi nesër në orën 9. Dhe shpresojmë që të përfundojmë nesër brenda një orari të arsyeshëm. Dëshmitari, faleminderit. Faleminderit që erdhët sot.
We're adjourned until 9 a.m. Shemi nesër në orën 9, sekretariat të gjithë më ka.